Të nderuara peshore edhe peshoret, dim që peshoret janë më të mirët, ata të cilët nuk gabojnë, ata të cilët janë diplomatik, janë gjithmonë të balansum, lumë familje që e ka një peshore brenda, se gjithmonë është ajo që e mon ekuilibrin mes problematikave. Është shej e elementit ajër, kardinal, që të më thonë e banë barën, edhe e sundume prej Venere, e ndonë sundusin bashkë me dimin. Venera është planeta e dashurisë, e pareve, edhe të mirave materiale. E dim që Venera është ylli më i fundit, Afrodita, i fundit që shkëlqen në qiell në mëngjese, i fundit. Ai nuk është yll, është planet, po neve na duket si yll. Sido që tjetë, vazhdojmë me peshorin edhe parashikimin për këtë vit, çka presim në 2026 për peshorin, edhe është shumë e rëndësishme me thonë që Saturni, i cili del në dash, do të bindë për peshore shumë ndryshime, sepse për ta është sfiduar fusha e raporteve. Me që ju të cilë keni problematika në marrëdhënie, raportet të cilat janë kontraktuale ose me çfarëdo lloj marrëveshje, keni me qenë sfidum prej Saturnit aty për 3 vjet me radhë, 2 vjet e gjysmë përsesh 3. Edhe duheni me ditë që një fokus të veçantë duheni me ia dhënë edhe me investu më shumë energji në raportet e juaja që më mujt me i rujt ata edhe mas me i dëmtu, po mirë ato raportet të cilat janë toksike edhe nuk shërbejnë mo, normalisht që kajnë me u kput. Është një gjë që duhet të ndodhë, ose mund të ndodhë, të shmbarit ju sa keni kapacitetin. Vazhdojmë njerë me sundusen e juj, që është Venera, ajo do të udhtojnë retro në shpinë e juj të dytë, që i bjenë me thonë, keni një mundësi do pare ose me ble një patundshmëri të cilën ju keni të bo plan moti mi ble, e nuk o bo, mundet mu bo prej 3 tetorit deri me 14 nëntor. Në fokus janë pra paret të ardhurat materialet, në fokus janë po ashtu patundshmërit edhe kthim i borxheve, nëse ju kanë borxh ose i keni ju dikuj borxh, ose që e periudhë kur mundeni me i kthy edhe me i rahatu këtë gjendjen financiare. Me njerë, këtu e kemi edhe Merkurin. Merkuri është planeta e cila na bjen informata edhe na bjen gjithmonë lajme, teknologji. E tutje, Merkurin e kemi në 3 periudat të vitit retro, në 3 shejat e ujit. E kemi thonë këtë sen se është një shumë e rëndësishme, sepse në Merkuri 3 herë është retrogred në 3 shejat e ujit, në peshk, në gafore edhe në akrep. E këta janë periudat prej 26 dytit deri me 23, dhe më thënë 26 shkurt deri me 20 mars. Ai do të jetë retro në peshk. Për juve, kjo do të sjellë gjëra të reja në punë, mundësi për me i përmirësu gabimet në punë, po ashtu informatat të cilat janë fshehtë për juve në punë, mund t'i merrni në këtë periudhë kohe. Edhe keni të gatshëm që rreth rutinës ju editore të kthehet diçka. Domethënë diçka që ju përpara keni pas zakon me bë, për shembull përpara keni shku në fitness, e në qatë periudhë mundeni mu kthy prapë. Rrugtimi tjetër retro gjatë vitit është 29 qershor deri me 23 korrik. 29 qershor deri 23 korrik për juve është karriera shumë e fokusume. Diçka që ju ka taku me kohë, i shlip mi marrë në i post, në i shpërblem, në i emnim, ose çka të tjetë, për ju peshorit do të vijë në atë periudhë kohë. Po flasim për atë qershor korrik, është një periudhë kur ju mund t'i merrni rezultatet ose mbarësisht çka keni mjell, keni me kohër, por kjo është ajo periudha kur do të jep shansa e dytë në karrierën e juaj, edhe në 24 dhjetit, domethënë 24 tetor deri me 13 nëntor. Deri me 13 nëntor për juve është në fokus prap shtëpia e pareve. Këtu do të kthehet edhe këtu është një periudhë shumë e bukur kur ju mund të flasim pra gjithmonë për tetorin, tham edhe Venera, edhe Merkuri në tetor diçka po materializohet. Në tetor deri në mes të nëntorit. Materializohet diçka po lahet një farë borxhi ose po blehet diçka që jo mendu moti për me u ble, por nuk o bo kur qysh. Ta janë 3 eventet kryesore për ju peshore, po vazhdojmë njerë me eklipset solare. Kemi thamë për eklipset që janë gjana, eklipsi është ai momenti kur të heket perdja.
edhe diçka merr kohje tjetër, ndryshon kohja, nëse kena qenë në këtë drejtim, vazhdojmë në drejtimin tjetër. Kjo për ju është 17 shkurti. 17 shkurti, rreth 17 shkurtit të dashur peshore e keni mundësinë ideale me ra në dashuri, ju që jeni të lirë, ju që jeni në lidhje vallaj me marrë vesh diçka që s'ju pëlqen, edhe ju që keni fëmijë me kuptu diçka lidhur me fëmijët e juaj, ju që jeni një pa mesa poshtu, që keni një pa mesa poshtu, kjo është ajo fusha ku na japim fusha e dashnisë, fusha e pareve poshtu. Dashnia dhe paret se dia keni vrejt gjithmonë shkojnë bashkë. Kur ka dashni, ka dhe pare. Me njërë mas kësaj kemi lëvizje në Uranit. Kemi thënë që Urani e ndron venin mas 7 vjetëve dhe do t'jetë 7 vjetë në Bineq. Kjo është data 26 prill, tema për juve është duheni me pas parasysh që këtu ju pret një risistemim, një tjetër mënyrë e menimit lidhur me idejat e juaja. Një breshëri të idejave të reja për 7 vjetë me radhë. Me rregullimin e marrëdhënieve me drejtsinë, nëse keni raporte të cilat, nëse keni probleme me drejtsinë juridike, çfarëdo lloj gjykate, çfarëdo lloj, është një periudhë 7 vjeçare që mundet me i rregullu të gjitha këto procese edhe do të përfundoj në vitin 2034 me sa di unë. Megjithatë vazhdoj me Jupiterin, benefiku më i madh, Venera edhe Jupiteri, edhe Urani është kajherë, po jo gjithmonë. Urani mund të me befasua edhe për mirë dhe për keq. Kur flasim për Jupiterin, atëherë dim që është zmadhus. Ai e zmadhon energjinë që e gjen. Ju jeni të balansuar. Rrallë kena probleme me peshorët, sepse ata përgjithësi e kanë vetë në dorë edhe kuptojnë raportin çka është problematike të peshorët është ajo pjesa e ndjeshmërisë, shumë rrallë e kallëzojnë. Jupiteri për juve do të bëj shoqëri të reja, hapje të horizonteve, do të bëj njëftësi, grupacione të mëdha, në të cilat ju keni me marrë pjesë dhe keni me shkëlqy. Duheni me pas parasysh që për juve është shumë me rëndësi për një vit me radhë me kriju sa ma shumë rrjet të ri, njerëz të ri, shoqëri të reja. Në rrjetet sociale, ata që i përdorin kanë me pas invazion, kanë me shpërthy shumë bukur, edhe tema kryesore është që të hapeni sa ma shumë. Të hapeni ndaj idejave të reja, të hapeni ndaj shoqënive të reja, grupeve të reja njerëzish, në të cilat nuk keni marrë pjesë deri tash, aty ju pret një befasi e mirë, edhe diçka e re për me mësu prej Jupiterit. I kemi edhe 2 eklipsa solare, për 2 eklipsa, një lunare edhe një solare. Lunare në kemi me 3 mars. Me 3 mars për juve është Hana eklipsohet në total, edhe është data 3 mars, ju duheni rreth datës 3 mars me u izolu sa ma shumë me nejt vetë, me qenë introspektiv, autodialog, me bo me vetën, sepse kjo ka të bëjnë me emocionet e juaja të mshefta. Ose keni kujdes në këtë periudhë, sepse mundet diçka që ju keni dasht me mshef me dalë në sipërfaqe. Mundet një diçka e pavetëdijshme e juaja, një diçka që ju nervozon ose ju bën me uni keq, për njerë me dalë në sipërfaqe edhe me shfaq një problem të cilin ju e mani brenda vetes kur pa e fol. Edhe një tjetër eklips është me datën 12 gusht. 12 gushti, në përgjithësi kjo verë, ka me qenë transformative për të gjithë neve, edhe për juve të dashur peshore, një vit bajagi që sa i përket të gjitha eventeve nuk janë në fushat shumë të rënda, për pos këti Saturni që duheni me pas parasysh që raportet e juaja janë në një lloj testi, kalojnë në për sfidat të ndryshme për të kalu në tjera formate, mu bo matë forta, matë qëndrushme. Kështu që këta 3 vjetë keni kujdes me raportet, për ndryshe këta fusha tjeri keni bajagi but. Flasim për eklipsin i cili është me 12 gusht, në shenjën e Luanit, për juve është kjo po ashtu shoqënia. Dhe këtu mundena me pas një lloj të ekspansionit të shoqënive edhe njerëzve të cilët vinë me nejt me juve, me u njoftu, periudha verës zakonisht në e darsem, në e event, edhe aty mund të kemi njofësi të reja edhe ekspansione në rrjetet sociale. Pra, dijeni që është një periudhë shumë e mirë, një vit shumë i mirë për ju të cilët merreni me rrjetet sociale edhe i zgjeroni ato, mundeni me pas sukseset të mrekullueshme. Saturni do të shkoj retro prej qershorit, në fundit qershorit, e deri me 10 nëntor. Udhtimi i Saturnit retro në shpinën ju e parë, duheni me ditë që ai mund t'ju bi
domethënë flasim për disiplinën, për çka kemi mjell, kemi korr. Mund t'ju bi që të rikthehen në jetën e juaj njerëzit të cilët kanë qenë karmik. Ata të cilët dikur ju kanë lëndu shumë, tash po kthehen me ju kërku një favor. Po ashtu edhe ju mund të ktheheni të ata të cilët në fakt ju i keni lëndu për me pas nevojë prapë për ndonjë favor. Është një shans e dytë për raportet e qëndrueshme, është një shans e mirë për njerëzit të cilët nuk kanë arrit me bëu marrëveshje me dikant para shumë vjetëve ose para një kohe, ose për i fillimit vitit kanë dashur me arrit një marrëveshje, por nuk o bë, ajo do të vjen në pjesën e dytë të vitit 2026. Kjo është e gjitha që kena pas për peshorët me thanë, peshorëve duhet me uru vitin e ri, ju që keni qef me pas një hartë natale, edhe me kuptu kuj keni këta pozicione planetare në hartën e juj natale, e cila është unike edhe mbaret për datës lindjes, orës lindjes edhe vendit lindjes. Doni një termin me mu konsultu lidhur me tranzitat ose planetat në vitin 2026, ku, si, tek, qka. Kjo është një prognoze përgjithshme për të gjitha peshorët, por jo që keni qef me pas individuale, më të sakt. Atëherë mundeni me më kontaktu në për rrjetet e mia sociale edhe numrin e afishuar poshtë ekranit televiziv. Unë ju falenderoj shumë, të but me veten, shumë të kujdesshëm në të tjerët.